është një hap i mirë, hap pozitiv, por jo i mjaftueshëm. Konstituimi i kuvendit është detyrë kushtetuese. Detyrat kushtetuese lindin bashkë me drejtat kushtetuese. E drejta kushtetuese i ka lindur vetëvendosjes se të propozoj kryetarin e kuvendit sipas rezultatit të zgjedhjeve, prandaj lind edhe detyra kushtetuese që të garantojë një shumicë për votimin e kandidatit apo kandidatës për kryetar të kuvendit. Pra në këtë rast, lëvizja vetëvendosje ka për detyrë kushtetuese me momentin që i ka lindë drejta kushtetuese që të propozoj kandidatin, të gjej edhe konsensusin brenda kuvendit në mënyrë që kandidati të kaloj. Ajo është qëndrim zyrtar i LDK-s si zgjidhje opcionale për kalimin e krizës, një qeveri me një mandat dhe afat të caktuar për të krijuar një situatë më të relaksuar politike dhe për të gjetur një zgjidhje më të pranueshme deri në zgjedhjet e ardhshme. Pra, ideja është që të ketë një qeveri të përbashkët me një mandat të caktuar, në mënyrë që të kalohet kjo situatë dhe të relaksohen raportet ndërmjet partive politike dhe të ketë pastaj një qeverisje normale. Propozimi juaj është edhe për me relaksu situatën politike në vend. A sheni që ka filluar që nga propozimi ndonjë relaksim i pozicioneve i situatës në mes të partive, se të paktën publik nuk po rrehet? Ka pas një takim përbashkët gjitha partive politike të presidentja e Kosovës, që është një hap i mirë, hap pozitiv, por jo i mjaftueshëm. Është i pamjaftueshëm derisa nuk ka një zgjidhje. Ne angazhohemi për zgjidhje dhe zgjidhja duhet të gjendet në kuvend, partitë politike duhet bashkëbisedojnë, partitë politike duhet ta gjejnë një zgjidhje qoftë edhe shkuar në zgjedhje.